Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Nuk ka ndonjë urë e cila i përngjason urë siratit. Normalisht ura siratit është në ahiret, mirë po në dunjë diçka e ngjashme nuk ka. Me emër mundet, mirë po në realitet jo, asesi. Për shkak se ura e siratit edhe pse njihet si urë, po me gjithat është të trishtueshme. Nuk ka urë tillë. Ma e hollë se sa qimja e flokëve, ma e mpret se sa tehu i shpatës, plus asaj rrëshqet, ura e siratit është e errët, poshtë është xhenemi, gjatësia është e gjatë, Fodali Ibn Iyadi ka thënë 15.000 vite udhtim, po nuk ka argument. Pa ajo që dihet është do thotë prej te Ademi alayhis salam e deri te i fundi që kanë qenë besimtar kanë me qëndruar në atë urë. Tash paramendoj se sa njerëz me miliarda sa është e madhe ura e siratit. Sa është e gjatë realisht se e holl, do thotë më e holl se sa qimja e flokëve. Urë vetëm se kur e përshkruan trishton. Po ajo që është më e frikshme është se gjithë ne do ta shohim. Edhe gjithë ne do të kalojmë në për atë urë. Kjo është ajo që e frikson besimtarin. Secili besimtar duhet me kuptu se ajo urë duhet që të kalot pa qëta, se përndryshe nuk ka xhenet. Kush e kalon urën e siratit, pas urës siratit është xheneti i Allahut azza xal. Ajo që i ndihmon besimtarit ta kalojë këtë urë janë veprat e tij. Veprat realisht janë lënë gjekse që i ndihmojnë atij që ta kalojë urën e siratit. Sa më shumë që besimtari ka punu veprat mira, dhe i ka shtu ato vepra, aq më lehtë do të jetë edhe kalimi nëpër urën e siratit me lejen e Allahut azza xal. Pejgamberi sa tha që njerëzit do vinë te ura e siratit. Allahu do jep urdhër që shtrohet ura mbi zjarmin e xhenemit. Njerëzit do e shohin edhe zjarmin e xhenemit. E pastaj njerëzit do kalojnë nëpër urën e siratit. Ajo që i bën me kalu urën e siratit janë veprat e tyre, ashtu siç në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I pari prej tyre, sepse janë disa transmetime, i pari prej tyre është ai i cili kalon sikurse shpejtësia e vetimës, i dyti do jetë sikurse shpejtësia e frymës ose erës, i treti sikurse shpejtësia e një kali që kalonon, i katërti do jetë sikurse kalorësi i cili hecën edhe kalonon, i pesti do jetë sikurse ai i cili hecën ose realisht vrapon, i gjashti do jetë sikurse ai i cili hecën e kështu me radhë. Nuk janë njëjtë. Do thotë ti kur e lexon hadithin e shef se njerëzit dallojnë. Pse dallojnë? Dallojnë shkaku i veprave të tyre. Ka prej tyre që do shkoje me bark, do thotë zhak. Ai person vuan se realisht për me hec gjithat rrugë, gjithat urë poshtë e ki xhenemin, pa qëtër ka për me të prekën xhenemi, mos flasim për ato do thotë kanxhat, çengelat e gjembat që janë në urën e siratit. Gjithë ato kanë me përfshi atë njeri, edhe kanë me prek, kanë me gërvish, kanë me marrë prej mishi ti, kanë me largu prej gjaku ti, ai do digjet, do preket. Paramendoj tash me hec gjithat rrugë dhe në fund me pati, poshteje do thotë që e ke xhenemin e Allahut azza xal. Njeriu nuk e kalon urën e siratit me fuqinë e tij, as me pozitën e tij, as me pushtetin e tij. S'ka mundësi. Për shkak se pozita nuk ban dobi, as fëmia nuk ban dobi, as pasuria nuk ban dobi. Ban dobi vetëm se vepra jote. Sa më shumë vepra, aq më shpejt do jetë edhe kalimi nëpër urën e siratit. Paramendoj ti tash, poshteje e ke zjarmin e xhenemit. Zjarmi i dunjos që e shohim ne, që e përjetojmë ne, është vetëm si një pjesë prej 70 pjesëve zjarmi i xhenemit, ashtu siç e përshkruaj pa mësëm. Me një ditë tjetër është pjesë prej 100 pjesëve zjarmi i xhenemit. Do thotë, një e kemi në dunjë, edhe 69 tjerë janë. 69 fish është më i madh, është më i egër, më i ashpër, më shumë djeg ose më shumë do thotë dënon e ndëshkon. Parandoj se sa Iran që është ai zjarm, ajo pamje sa e trishtueshme realisht që është. Ebu Sejid el-Khudri thotë se pejgamberi sa tha se do sillet zjarmi do sillet ura e siratit dhe do vendoset mbi xhenem. Edhe i thanë ja Rasulullah, na tregon çfarë është ura e siratit. Pejgamberi sa filloi që t'ja përshkruaj atyre, tha ura e siratit është rrëshqet. Tha ka anësh çengela edhe ka kanxha, shtoja asaj edhe gjembat. Gjembat janë sikurse gjembat e Saadanit, është një bimë e cila ka me gjembat që gjenden në Nejd. Mirë po këto gjemba nuk janë sikurse në këtë dunjë. Gjembat do janë ndryshe, gjembat do janë prej hekurit. Edhe puna e tyre është thjesht
që njerëzit t'i gërvishte, me urdhën e Allahut t'i dënoje, secili sipas veprave tij që i ka bë. E tha pejgamberi sa besimtari kalon sikurse njeriu që sa i mshel edhe i qel syt, do thot shpejtësi e madhe, i dyti shkon sikurse vetima, i treti sikurse fryma apo era, i katërti është sikurse do thot kuajt, fuqia ose do thot kalërimi i tyre, e kështu me do. Pastaj tha pejgamberi prej tyre ka që shpëtojnë. Shpëtimi i tyre është i krejtësishëm. Kalon për urën e siratit shpejt, nuk e prek asgjë. Prej tyre ka që gërvishën me gjitha shpëtojnë. Ka prej tyre që bien, Allahu na rujt. Edhe ata kur bien do thot xhenemin e Allahut azza wa jall. Pse njeriu do thot vonohet dhe nuk ka mundësi që ti ngjasoj atyre që kanë hec si vetima e tjerë. Krejt që shasillet rreth veprave. Veprat unë thash janë lënë gjekse. Sikurse tash e ke benzinën në dunjë. E mbushte makina jote. Përmes makina pa qëtër duhet me pas naftë. E nafti është ai i cili e hes makinën. Nëse nuk ka naftë mbetish. Ata që kanë naftë edhe fuqinë e motorit e kanë më të madhe, normalisht janë më të fuqishëm edhe ecin edhe më gjatë. E njëjta është edhe këtu. Ai i cili ka me vete lënë gjekse, ka vepra, ai do hecen nëpër urën e siratit. Ai i cili nuk ka, ai do mbetet, do ngadalsohet, edhe hecja e tij do jetë shumë ngadalt. Prandaj tha El-Mula Ali El-Kari, një prej ulemot, në dhe betanefi, fjalët e pejgamberit pastaj kur do vije njëri prej atyre, do thot prej njerëzve, i cili nuk ka mundësi që të hesë ndryshe vetëse me dura dhe me kam, do thot shkon zhak, thot ky dietar, thot është për shkak se ai ka qenë ngadalt me veprat e tij. Do thot ai i cili është angazhuar në dunjë, është mundi i tij nuk i shkon poshtë. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata që mundohen rrugën tonë, ne do t'i ndihmojmë ata dhe do t'i çojmë rrugën e drejtë. Padyshim se ai i cili është munduar nuk ka qenë dembel, ka pas ambicie në dunjë. Ambicet e tij do shfaqen ditën e Kiametit. Edhe grada e tij rritet në dunjë, edhe nomi i tij rritet në dunjë. Po edhe në ahiret me lenin Allah do jetë më ndryshe krahasim me tjerë. Kjo është ajo sepse besimtari duhet me menduar në vazhdimsi për me punu vepra të mira, se ato janë realisht shpëtuese për te. Pejgamberi sa më tha se kush e leçon një besimtari një breng prej brengave të dunjos, Allahu Azza wa Jall do t'ja leçojë atij nga brengat e ditës së Kiametit. Po ashtu pejgamberi sa më një ditë tjetër tha, atë që ngadalson vepra e tij, s'ka mundësi ta shpëtojë prejardhja e tij. Dikush mendon se pozita, prejardhja, familja ka mundësi me të bëjë dobi ditën e Kiametit. Jo, a ditë shpëton veç vepra jote, kur gjatë të. As mos prit ndërmjetësim prej dikujt familjari sikur se në dunjë. As mos prit se pasuri që ke pas, ajo do të ndihmoje. As mos prit prestizhi jot, nomi jot, fama jote. Jo. Kur gjë, vetëm se vepra jote ajo do të jetë e cila do të thotë shpëton. Njerëzit në dunjë zakonisht e keni po. Kur duan që të shkojnë dikun me një destinacion të caktuar, mundohen të marrin biletat më shtrejta vetëm të arrijnë sa më shpejt. Kush i ka mundësit? Nuk i intereson do të thotë çështja se sa kushton një bilet, sa kushton një rrugtim. I intereson sa më shpejt. Nëse besimtari e ka mendjen e tij të çështja e ahiretit, le ta dije që i duhet një rrugtim sa më shpejt në ahiret. E rrugtimi në ahiret nuk paguhet me dinar me dirhem. Rrugtimi në ahiret paguhet vetëm se me veprat e tua. Andaj sa më shumë vepra, aq më shpejt do jetë edhe kalimi nëpër urën e siratit. Thot Abdullah ibn Mesudi, radhiyallahu anhu, thot që Allah subhanahu wa taala urdhëron që të vendoset ura e siratit mbi xhenem. Pastaj njerëzit kalojnë sipas veprave të tyre turn. E i pari tha kalon sikurse vetima, i dyti sikurse fryma, era i treti sikurse do thot zogj, shpejtësia e zogjve, i katërti sikurse shpejtësia e kafshëve, i pesti pastaj tu vrapu, i gjashti duke hecë deri sa i fundit hecën me bark. Edhe ky person thot o Zot, pse unë vonove? Pse unë vonove o Zot për shkak se unë nuk po muj me hecën sikurse tjerë. Vonimi nuk kupton dënim. Vonimi nuk kupton se ti e shef xhenimin atë pamje trishtuese. Vonimi nuk kupton se ti realisht vuan kisiklet, se nuk e dia ke për me ra, po ke për me kalu. Çfarë i thot Allahu Azza wa Jall? Allahu Azza wa Jall i thot, ajo që ty nga dalsoi nuk jam unë, po janë vetëm se veprat e tua. Kjo vetëm se vërteton fjalën e Pejgamberit sa që transmeton hadithin kutsi, fjalën e Allahut Azza wa Jall, o ju robërit e mi, këto janë veprat e tuaja,
unë i llogaris ato, i ruaj, i shënoj, pastaj juve ju shpërblej sipas atyre, ai i cili gjen mirë, le ta falënderon Allahun azza wa jall, kurse ai i cili gjen diçka tjetër, mos ta akuzojë askë tjetër përveç se vetes së tij. Personi i cili vënohet në urën e siratit dhe nuk ka mundësi që të kalojë shpejt, ky person realisht i përjeton dy lloje, dy ngjyra dënimeve. Dënimi i parë është se e shep me sy xhenimin madje se sa tjertë. Çështja tjetër është se e përjeton zjarmin edhe vapën e xhenemit, sepse shumë ngadal hecën. Kurse lloji i dytë ose ngjyra e dytë që e përjeton ky njeri nga dënimi është se këtë person s'ka dyshim se gjembat, çengelat do ta kafshojnë, do ta përfshin, do të marrin nga trupi i tij, nga mishi i tij, edhe ky person paramendohet tash sa plagët i ka, sa vuan, sa gjakun e derdh, po megjithatë me lenë Allahut në fund shpëton. Imam Kurtubi rahimullah e përshkruan këtë realitet ose këtë pamje ma ndryshe. Thot Imam Kurtubi për fjalëve e tij. Imam Kurtubi thot, paramendohet i tash momentin kur je dita e kiametit. I ke kalu disa stacione, ke mbrite ura e siratit. I shef njerëzit përpara teje se si kalojnë nëpër urën e siratit. Ura e siratit çka me po? Terr, mazi se sa katroni, urë e hollë. I shef njerëzit se si hecin nëpër urë, disa bien, disa rrëzohen, disa i hedhin prej lartë, disa kalojnë shpejt. Tash vjen rradha jote. E vendon ti kamën, normalisht në dunjë s'ke përjetu urë tillë. Kama jote kur vendoset nuk ka sikur se me një urë që ka stabilitet. Ma e hollë se sa qimja, ma e mpret se sa tehu i shpatës, te vendos kamën. Nuk e di se a ka mundësi për me hecë edhe hapin e dytë. Hapi i parë, për para vete shef pamje trishtuese. Ta paramendoj tash që ti si ngjesh, si e shef, si e përjeton, kurse kur e ban gati hapin e dytë, nuk e di se këmba jote a do rrëshase apo të mbetet aty. Pamje trishtuese. Kjo është ura e siratit. Kjo nuk është film. Kjo është realitet që gjithë ne do ta përjetojmë me lenë e Allahut azza wa jall. S'ka njeri vetëm se i cili e kalon atë urë, po tash në varet, po flas për besimtar, sepse thashë jo besimtar nuk kalojnë, para se të vendoset ata bien, po ata që kanë qenë besimtar do hesin nëpër atë urë, e tash në varet se si dhe sa shpejt kalon ai. Krejt varet kjo nga veprat e njeriu që i ka punuar këtë dunjë. Nëse dëshiron për me kalu sa ma let, pa tjetër duhesh me punu. Janë disa prej veprave që ndihmojnë robin të kalojë urën e siratit. Unë do t'i përmendim me lenë Allahut, se cilat janë ato vepra që shpëtojnë robin edhe përqendrojnë që ta kalojë sa ma let urën e siratit. Edhe do t'i përmendim disa hadithe që aludojnë se ai person do të mbrodh nga zjarmi i xhenimit. Këto janë më për afërta asaj se ky person nuk do hije në xhenem, nuk do hije do thot në xhenem, do hije në xhenet. Krahas haditheve tjera që kanë ndar përgëzuese, që e përgëzojnë njeriu për me hyrë në xhenet, sepse ka mundësi fillimisht ai me hyrë në xhenem e pastaj me hyrë në xhenetin e Allahut azza wa jall. Një prej atyre haditheve është hadithi që transmeton Ebu Hurajra apo Ebu Dherr, ku thotë që erdhi Xhibrili, thotë pejgamberi sa erdhi Xhibrili edhe më përgëzoi se ai që ndron jetë. Pa i përshkruar ortak Allahu do të hyjë në xhenet. E i than sahabët, ose i tha Ebu Dherri, i tha ja Rasulullah, edhe nëse ka vjedh, edhe nëse ka bo zino, tha edhe nëse ka vjedh, edhe nëse ka bo zino. Kjo edhe nëse ka vjedh, edhe nëse ka bo zino, që normalisht zinoja dhe vjedha janë mëkate prej mëkateve të mëdha. Kjo tregon se ky person do hyjë në xhenet. Mirë po shkaku i veprave, gjunave të tij që i ka bën, veçanti gjunave të mëdha. Ose Allah ja fal, nëse nuk ja fal, ai do hyjë në xhenem e pastaj do pastrohet e do hyjë në xhenetin e Allahut azza wa jall. Andaj ta shohim cilat janë ato vepra që besimtarin e shpëtojnë urën e siratit. Unë thash, kush kalon urën e siratit, pas asaj është xheneti i Allahut azza wa jall. Nuk ka rehati derisa nuk kalot ura e siratit. Kur kalot ura e siratit, pas asaj njeriu e ngjen vetën rahat edhe hyn xhenetin e Allahut azza wa jall. E para prej veprave është besimi në Allahun azza wa jall. Sadakaja, thirrja të mirë, ndalimi nga e keqja, ndihmë atij personi që nuk di, as dije as zanat, edhe personi i cili ose personi që është bë padrejsi,
Dhe po ashtu do thot personi i cili e ndal veten që mos i lëndoje qertë. Gjithë këto janë përfshirë me një hadith. Hadithin e Ebu Dherrit, ku e transmeton edhe thot Ebu Dherri, i thash ja Rasulullah, cila vepër na shpëton nga zjarmi i xhenemit. Pejgamberi sa tha imanin Allahun. Tha ja Rasulullah. Ai bashkangjitet imanit ndonjë vepër. Pejgamberi Allahut azza wa xal i tha pasurinë që e ke, ajo që të tepron ose pasuria jote që Allah të ka furnizuar prej saj qapash. I tha ja Rasulullah. E tha nëse njeriu nuk ka çka me bë, atëherë i tha le thirret mirë edhe le të ndalojë nga e keqja. Ja Rasulullah. Nëse njeriu nuk e ka mundësi për me thirrë të mirë dhe me ndalu nga e keqja, pejgamberi Allahut azza wa jalla tha le t'ja mësoje atij që nuk di një zanat. E ke një zanat, e ke një aftësi, zotron diçka që tjetri nuk e ka. Tha le t'ja mësoje atij. E tha ja Rasulullah. Nëse edhe këtë nuk e ka, edhe këtë nuk e di, çka me bë? Pejgamberi sa tha shumë e ngushtove rrethin derën e bamirësisë. Do thot shumë se i përmendi shumë gjëra, e Ebu Dherri në vazhdimsi e pyeste e i tha pejgamberi sa nëse nuk e ka asnjërin, atëherë le ta përmbaje veten e tij që mos t'i preke qertë, mos ta dëmtoje kërkan. Do thot thjesht mos ju bëje keq. Nëse nuk ka mundësi me bë mirë, bara mos bën keq. E i tha Ebu Dherri, i tha ja Rasulullah. Tha nëse personi e bën keq, a hyn xhenet? Pejgamberi Allahut azza wa jalla tha nuk ka besimtar i cili vetëm se ka një cilësi prej këtyre cilësive, vetëm se kjo do ta marrë për dorë dhe do ta futet në xhenetin e Allahut azza wa jalla. Kjo është e para. Nëse dëshiron që veprat e tua shfëtojnë, imani, sadakaja, thirrjet mbi ndalimin nga e keqja, mësimi i tjetrit, largimi do thot i pengesave ose do thot ti vet mos bësh penges me lenë Allah, gjitha këto janë sebeb që ndihmojnë që mos rrëshasin këmbët e tua mbi urën e siratit. Prej veprave qera është t'ja lehtësosh tjetrit hallet, borxhet edhe shqetësimet atij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith që transmeton Ibn Omeri thot që vepra më e dashur ose njeriu më i dashur te Allahu xhel është ai i cili është më i dobishëm. Njeriu më i dashur te Allahu xhel është ai i cili është më i dobishëm. Më i dobishëm. Cili është më i dobishëm? Më i dobishëm është ai i cili angazhohet, punon, punëtor për hir të Allahut azza wa xal. Nuk i lidh çështjet e dobisë me interesat e dunjos. As me falënderimet, jo, i lidh thjesht vetëm se me shpërblimin që e shpreson te Allahu azza wa xal. Më i miri për njerëzve është më i dobishmi. Pastaj tha pejgamberi sa kurse vepra më e mirë te Allahu azza wa xal është gëzimi që ti e fut në zemrën e besimtarit, apo ti e largon atij një hall, apo ja shlyen një borxh, apo i jep atij ushqim, tha unë të heci me vllavin tim musliman, i cili ka një nevojë, për mua është më e dashur se sa të bëj itikaf një muaj në xhamin time. Një muaj në xhamin e pejgamberit sa itikafi. Një muaj me bëj itikaf, sa namazi, sa leximi i Kuranit, sa dhikri, sa namazi, sa taravit, gjitha këto bien poshtë kur kishim pyetjen një nevojë e një vllavit musliman që mundohesh për mi ndihmu me akry atij. Dhe tha pejgamberi sa kush e mposht inatin e tij, kush e mposht nervozën e tij, Allahu do t'ja mbuloje marrën atij. Kush e mposht zemrimin e tij, edhe pse ka mundësi për me nxjerr, Allahu do t'ja mbushë me kënaqësi zemrën e tij. Unë tha tecim me vëllain tim musliman që t'ja kryjnë një nevojë atij deri në fund, jo vetëm se në fillim, se dikush mundet me thonë unë e përja kry, po nuk e ka synimin me ja kry. As që intereson, e merr thjesht vesh me ja bë qefin, ose thjesht vetëm se me largu barrën e me thonë që filoni nuk është interesu për mu. Jo, thot deri në fund, sa që ja kry nevojën atij, tha dhe sa që ja kry nevojën atij, Allah Zogjel do t'ja përqendroje këmbët atij ditën kur rrëshasin këmbët. Kur rrëshasin këmbët? Urën e siratit. A ditë rrëshasin këmbët. Edhe tha për mësem, tha morali i keq e prish veprën sikur se që e prish udhë dhe mjaltin. Kjo hadithi për mësem është një për haditheve bazë që aludon se vepra e mirë sa do bish me qasht. Dhe njeriu nuk duhet me lidh çështjet e punës së tij me falënderime ose me diçka që prit nga dunjoja. Jo. Do me punu, do mu angazhu për Allah, angazhu. Nëse Allah ta ka mundësu një derë për dyerve të bamirësisë, kur mos e neglizho. Se Allah ka mundësi me ta marrë, edhe më nuk të kthehet kur. Andaj shfrytëzoje deri në maksimum. Edhe angazhu edhe puno.
për shkak se kjo është favorin tonë, ke me po frytin ditën e Kiametit me lejen e Allahut azza wa jall. Për veprave tjera janë vepra të cilët çojnë deri në ndërmjetësimin e pejgamberit sa. Pejgamberi Allahut azza wa jall ditë ndërmjetson. Edhe ndërmjetësimi i tij do të jetë në disa pika, në disa stacione. Një prej stacioneve është pikërisht ura e Siratit. Andaj për me arrit deri te ndërmjetësimi i pejgamberit sa janë disa vepra të cilat besimtari është mirë me i punu. Enes ibn Malik thot, e pyeta dhe i tha ya Rasulullah, a ndërmjetëson për mua ditën e Kiametit? I tha po, ndërmjetësoj. Tha ya Rasulullah, ku gjej? Tha shiko, tha te ura e Siratit. Tha nëse nuk më gjen, tha shiko, tha te mizani, te peshorja. E nëse nuk më gjen, atëherë tha shiko te haudi, sepse te këto 3 vende patjetër që t'jem. Kjo është argument se pejgamberi Allahut azza wa jall do të ndërmjetësojë ditën e Kiametit. E prej veprave që ndihmojnë besimtarin, që ndërmjetësojë pejgamberi Allahut azza wa jall ditë, një prej atyre është që njeriu ose besimtari ta kërkojë wasilën, pozitën më të lartë në xhenet për pejgamberin e Allahut azza wa jall. Kjo pozitë është e veçantë për pejgamberin, nuk jepet askujt tjetër. E tha pejgamberi sa ta kërkoni për mua el wasile, sepse nuk ka rob në dunja që e kërkon për mua, vetëm se unë do jem dëshmitari i tij apo ndërmjetësuesi i tij ditën e Kiametit. Me një ditë tjetër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ata që dëshiron që ta kërkojë el wasile, kur ndodh kjo? Ndodh pas thirrjes së ezanit. Ajo doja që preferohet është e pas thirrjes së ezanit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e dëgjon ezanin edhe pastaj thot Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al-qa'ima آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Kush e thot kët, tha ati takon ndërmjetësimi im ditën e Kiametit. Po ashtu, shpeshtimi i salavateve për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa më shumë që shtohen salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, aq më tepër ai njeri e meriton ta fitojë ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e Kiametit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha njeriu më meritor ditën e Kiametit, njeriu më meritor ditën e Kiametit për ndërmjetësimin tim është ai i cili çon sa më shumë salavate për mua. Po ashtu, salavatet për pejgamberin e Allahut me numër caktuar dhe kohë caktuar. Ka salavate që janë përgjithshme, kur do njeriu thot Allahumma salli ala Muhammed. Ka salavate që janë caktuar me kohë edhe me formë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha kush çon salavate mbi mua kur gdhihet mëngjes 10 herë dhe kur arrin mbrëmjen 10 herë, tha e pret ndërmjetësimi im ditën e Kiametit. Kush çon salavate 10 herë mëngjes edhe 10 herë mbrëmje, me lejen e Allahut e ka ndërmjetësimin e pejgamberit sa ditën e Kiametit. Po ashtu, shpeshtimi i nafileve, një prej shkaqeve që pejgamberi sa i lecohet që të ndërmjetësoje për ty. E pyeti një grua apo burr prej shërtorëve dhe i tha, ja Rasulullah, në fakt pejgamberi sa i thoshte shërtorit, a ke nevojë diçka? Një ditë për ditë, ai shërtori i tha, po ja Rasulullah. Tha dëshiroj, tha ndërmjetësosh për mua. Kush drejtoj për këtë? Tha Zoti im. Kush të frymëzoj? Tha Allahu. Atëherë tha pejgamberi sa nëse është ashtu, ma lehtëso këtë çështje nëpërmjet sejdave të shumta. Nëse dëshiron ndërmjetësim, ti mundohu me nafile, mundon me sejdë e unë me lejen e Allahut do ndërmjetësoj për ty ditën e Kiametit. Sabri, vepër tjetër që e merr ndërmjetësimin e pejgamberit është sabri kur ka kriza ekonomike edhe kur ka do të thotë vështirësi në Medinë. Erdhi Johannes, shërtori i Musab ibn Zubairit rahimullah, qëndronte te Abdullah ibn Umeri. Ishte koha e fitneve, koha e Yazid ibn Muawiyes, koha e fitnes, ishte problem, luftra, gjak edhe varfëri. Edhe shkoi shërtorja që kishte pas liruar Abdullah ibn Umeri, i tha unë do të dal prej Medinës. Do iki për shkak se jetesa është ngushtu, e i tha ku po shkon? Pse po shkon? Tha e kam dëgju pejgamberin e Allahut azza wa jall duke thënë nuk ka njeri i cili ban sabër. Në kohërat e vështira, kur ka uri edhe kur ka probleme, Medinë vetëm se unë do të jem për të dëshmitar apo ndërmjetësues ditën e Kiametit. Po ashtu, vdekja në Medinë është një prej shkaqeve që njeriu e merr ndërmjetësimin e pejgamberit. Pejgamberi Allahut azza wa jall tha, kush ka mundësi që të ndroje jetë në Medinë,
let ndroj jetë në Medinë, sepse unë do të ndërmjetësoj për te, nëse ka ndru jetë në Medinë me lenë e Allahut azza wa jall. Kjo është ajo që nxit besimtarin, që normalisht mundohet që të jetojë në Medinë. Këto janë prej haditheve, një prej haditheve që e tregon vlerën e Medinës, se disa vende janë me vlerë, disa janë vende ku nuk duhet as qëndrohet as një minutë, mirë po Medinja ka vlerën e vet. Kush ndroi jetë Medinë, shpresohet inshallah që ta fitojë ndërmjetësimin e përsin. Pejgamberi Allah ndërmjetëson, këto ishin disa prej veprave të cilat ja mundsojnë njeriu që ta fitojë ndërmjetësimin e përsin. Vepër tjetër e cila ja lehtëson urën apo kalimin apo urën e siratit, është sabri nëse dikujt i ndron jetë fëmia i tij. Pejgamberi Allahut azza wa jall tha, kujt i ndron jetë 3 fëmijët e tij që nuk e kanë arritur moshën e pjekurisë, vetëm se Allah do ta mbrojë nga zjarmi i xhenemit përveç se urës siratit. Patjetër e ka me kalu urën e siratit. Nuk ka mundësi mos me kalu. Po ky person kalon mi po kalon shpejt. Nuk e përjeton zjarmin e xhenemit. Me një hadith tjetër tha pejgamberi, nuk ka musliman që i vdesin 3 fëmijë vetëm se atë person nuk e prek zjarmin e xhenemit. Veç betimi të Allahut që është betu se secili prej neve illa wariduha kana ala rabbika hadman maqdiya. Secili ka për me pas zjarmin e xhenemit. Ka me pas kontakt. Mirë po do thot besimtarët e kalojnë, kurse jo besimtarët bien. Kjo është urdhër i prerë i Allahut azza wa jall. Po ashtu e Burejra thot, erdhi një grua te pejgamberi i tha ja Rasulullah, fëmijën tha e kam smut. Tha më herët do thot 3 fëmijë kam varros, kam mbet vetëm se ky. E i tha pejgamberi, 3 kanë ndruar jetë. Tha po ja Rasulullah. Tha ti vetëm se jem mbrojtur me një mburoj të fortë nga zjarmi i xhenemit të Allahut azza wa jall. Po ashtu e Bosit el-Khudri thot se nuk ka grua që i ndrojnë asaj 3 fëmijë vetëm se ata fëmijë do jenë perde ose mburoj nga zjarmi i xhenemit të Allahut azza wa jall. Vepër tjetër është për kujdesja për namazin e sabajt dhe namazin e ikindis. Pejgamberi Allahut azza wa jall tha, nuk hy ose nuk e prek zjarmi i xhenemit atë person që e fal namazin e sabat edhe e fal namazin e ikindis. Namazin e sabat dhe namazin e ikindis. Po ashtu, vepër tjetër është për kujdesja për 2 rekatet e duhas. 2 rekatet e duhas janë ato 2 rekatet që njeriu i fal pasi që të lindet dielli diku pas 20 minutave prat, pastaj fillon koha e duhas derisa të hyjë koha e drekës diku një gjysmë orë. E do thotë kjo periudhë kush i fal 2 rekate ose për kujdeset realisht vazhdimësi i fale, se vetëm se mi fal 2, kjo nuk e ka domosht atë pesh. Po nëse për kujdeset për to me lenë Allahut, do jetë i mbrojtur nga zjarmi i xhenemit. Tha pejgamberi. Tha çdo njeri nga bijtë e Ademit është krijuar me 360 nyje të eshtrave. Dhe tha pejgamberi andaj kush e madhuron Allahun, thot Allahu Akbar. Kush e falënderon Allahun, thot elhamdulillah. Kush thot la ilaha illallah, kush thot subhanallah, kush thot astaghfirullah. Ai që e largon një gur prej rrugës, ai që e largon një gjem, ai që e largon një asht nga rruga dhe nuk që mos i pengoj njerëzve, ai që thirr mirë dhe ndalon nga e keqja, ashtë është numri i këtyre nijeve, përkatësisht 360, i tili do të hece a ditë ndërkohë vetëm i ka larguar, ndërkohë do thot vetëm i ka larguar nga zjarmi i xhenemit të Allahut, e ka larguar vetëm do thot nga zjarmi i xhenemit të Allahut azza wa jall. Për kujdesja për 4 rekatet për para dreke dhe pas dreke. Pejgamberi Allahut azza wa jall tha kjo është vepër tjetër, që shpëton nga zjarmi i xhenemit edhe nga ura e siratit. Kush për kujdeset për 4 rekatet për para dreke dhe 4 rekate pas dreke, pejgamberi Allahut azza wa jall tha se ati i ndalohet xhenemi ta preke. Atë nuk e prek zjarmi i xhenemit. 4 rekate para, 4 rekate pas. 4 për para dreke dhe 4 pas dreke. Qëllimi këtu është jo vetëm se një herë mi fal, qëllimi është do thotë vazhdimsi. Ky person për kujdeset në vazhdimsi edhe i fal të 4 rekate edhe pas. Jo 2 pa i fal 4 me lenë e Allahut azza wa jall. Do thotë qëllimi është falja e nafileve. Ato 4 do që i kemi për para drekës dhe 4 do thotë pas drekës. Po ashtu, si vepër tjetër, pluhrosja e 2 këmbëve
për një çështje që e kënaq Allahun azza wa jall. Pejgamberi sa më tha kujt i pluhurosën këmbë në rrugt të Allahut azza wa jall, ato vetëm se do të bie shkak që Allah azza wa jall mos ta preke ose Allah azza wa jall mos ta dënoj me zjarmin e tij në ahiret. Ky person o është nis talibul ilm kërkimin e dijes, o është nisën në xhami, o është nisë në ligjërat, o është nisë në numre, o është nisë do thot në haç. Ku do që ka shku, ky person thjesht qëllimi i tij ka qenë shkojë dikun që e kënaq Allahun azza wa jall. E ai që këmbat e tij pluhurosën, hec, pluhurosën, do shta tash pluhur nuk ka, po ka mundësi me pas ujë, ka mundësi me pas borë, ka mundësi me pas nxehtë, ka mundësi me pas ftoft, ka mundësi do me pas shi, edhe prekën këmbët e tij, me lenë Allahut ata këmbë do të dëshmojnë ditën e kiametit se kanë hes për një vepër që e kënaq Allahun azza wa jall, e ato do të bëjnë shkak që Allahu t'ia forcojë këmbët urën e siratit. Ka dhe shumë vepra tjera, po inshallah me lenë Allahut do t'i përmendë ligjëratën e ardhshme. Këto janë disa prej veprave që realisht janë shpëtuese që mos preket robi urën e siratit kur e kalon nga zjarmi i xhenemit. E lutë Allahun që Allah azza wa jall na ruan, ta mbron, dhe lutë Allahun që të na mundson që urën e siratit ta kalojmë sa më shpejt, dhe lutë Allahun që na mundsoje që ta shohim me sy xhenemin, po mos ta përjetojë trupi jon asnjë grimc prej vapës apo prej do thot nxehtësisë së tij. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.